Përshëndetje! Nëse kjo video ju ka gjetur, gjasat janë shumë të larta që ju të jeni duke kërkuar të keni më shumë të ardhura. Dhe për një arsye apo për tjetrën, ndoshta gjithnjë haseni me pengesa, apo thjesht besimet tuaja limituese nuk ju lejojnë që ju të keni këto lloj financash apo të ardhura që ju dëshironi. Prandaj, jeni në kohën dhe në vendin e duhur. Sepse në këtë video ne do të lejojmë energjinë universale të kanalizohet drejt nesh dhe të largojë të gjitha këto bllokime energjetike, qofshin këto besime apo mendime që na ndalojnë ne që të manifestojmë më shumë të ardhura. Dhe gjithashtu, kjo video do të ndihmojë që ne të vibrojmë në frekuencën e mirëqenies, prosperitetit dhe kësaj të tërheqim më shumë mirëqenie dhe prosperitet në jetën tonë. Prandaj nëse jeni gati, ajo që ju ngelet të bëni është thjesht të pranoni këtë lloj shërimi energjetik, këtë lloj seance energjetike. Të jeni në një vend të relaksuar pas përshëndrimit, të lëshoni pritshmëritë dhe të besoni se vetëm e mira do t'ju gjejë dhe kjo energji do të kanalizohet në vendin e duhur, sepse di shumë mirë se çfarë të bëj dhe di shumë mirë se çfarë ju mungon ju specifikisht. Kjo video është e vlefshme kurdo që ju ta dëgjoni. Prandaj, dijoni të lirë që ta ruani videon dhe ta dëgjoni sa herë keni nevojë. Por gjithashtu, sa herë ta ripërsërisni, energjia mbartet në këtë video. Le të fillojmë. Mos harroni të merrni frymë. Dhe tani më, vizualizoni, ose thjesht mendoni, ose thjesht relaksohuni. Dhe mendoni që të gjitha këto energji dhe besime dhe mendime negative, të cilat ju mbajnë pas, janë duke u larguar për jush. Thjesht besoni, thjesht relaksohuni. Kristali që po na shoqëron është Tiger Eye ose syri i tigrit. Një kristal që bën të mundur që ju të gjeni karrierën perfekte, profesionin perfekt, i cili përputhet me talentet tuaja, me dëshirat tuaja dhe pasionet tuaja. Me qëllim që kjo karrierë jo vetëm t'ju përmbush financiarisht, por me mirëqenie në të gjitha nivelet. Kështu që le ta lejojmë këtë kristal të na udhëzoj dhe të na drejtoj drejt karrierës perfekte për ne, e cila mund të shfaqet si një ide, si një mendim, si një pasion, si një dëshirë. Thjesht ndiqini këto impulse të vogla, sepse kështu është mënyra se si ne na tregohet rruga që duhet të ndjekim. Jo vetëm që të jemi të lumtur në aspektin e financave, por të përmbushur në të gjitha nivelet.
Mos harroni të merrni frymë dhe të relaksoni. Tani më, nëpërmjet citrinës, do të jetë mundur që ju të jeni në të njëjtin vibrim si manifestimet tuaja. Dhe në këtë rast, manifestimi juaj mund të jetë që ju të keni më shumë të ardhura. Ajo që mund të bëni është gjithashtu të afirmoni: unë jam i ose e vlefshme për bekimet që janë të destinuara për mua. Unë jam i ose e vlefshme për këto shumë financash që ju mund të mendoni se dëshironi të keni. Nga ana tjetër, që t'i aktualizoni manifestimet tuaja këtu dhe tani, mjafton që të afirmoni: unë kam gjithçka më duhet, në kohën dhe në momentin e duhur. Dhe gjithçka që do të më duhet ndonjëherë paraqitet përpara meje në mënyrë magjike, si një dhuratë nga universi. Dhe kështu është. Dhe mund të përdorni afirmime të ndryshme si këto, me qëllim që të ndjeni konfidencë dhe vërtet ta besoni se ju i meritoni këto bekime. Tani më, po vibroni në energjinë e mirëqenies dhe prosperitetit. Ju ftoj ta ndjeni lirinë që kjo përcjell, lumturinë që ju keni, entuziazmin që tani më ju mund të jetoni jetën e ëndrave tuaja. Mund të blini dhuratat që dëshironi për njerëzit e zemrës. Mund të bëni udhëtimin e preferuar që ju dëshironi prej kaq kohësh. Dhe mund të jetoni jetën që gjithnjë keni ëndërruar. Të gjitha këto mund t'i afirmoni, ndjeni dhe mos harroni që mirënjohjen ta drejtoni drejt universit. Dhe kështu është. Merrni disa frymëmarrje të fundit. Relaksohuni. Dhe thjesht falenderoni që kjo seancë energjetike shkoi ashtu siç nevojitej për të gjithë ju. Dhe kështu është. Shumë faleminderit që ishit pjesë e kësaj videoje. Jam shumë e lumtur që të përcjell këtë energji për ju. Dihet vërtet shumë bukur. Në momenti që ju vërtet e ndjeni këtë energji mirënjohje dhe të mirëqenies dhe prosperitetit, është një ndër ndjesitë e përmbushjes në të gjitha nivelet, jo vetëm në aspektin financiar, sepse sigurisht është i rëndësishëm, por ka edhe shumë gjëra të tjera që në momenti që për shembull ju i keni këto financa, e kuptoni që nuk ka ndaj kuptim nëse ju nuk keni shëndetin, lumturinë, paqen, dashurinë së bashku me të. Kështu që kjo është një përmbledhje e të gjithave prej tyre, jo vetëm aspekti financiar, por mirëqenies në të gjitha nivelet. Dhe mos harroni që kjo video funksionon sa herë ta dëgjoni, kurdo që të shfaqet për ju, sepse energjia është karikuar në këtë video. Dhe synimi im është të shfaqet përpara të gjithëve për ju që keni nevojë për të. Kështu që shumë faleminderit. Shihemi në video tjetër. Mirupafshim.